Statistikat e Instat për muajin prill shpalosin një Shqipëri në lëvizje të vazhdueshme, ku shifrat konfirmojnë se vendi ynë po shërben si një pikë takim gjithnjë më i frekuentuar ndërkombëtarisht, ndërsa qytetarët vendas vijojnë të largohen. Gjatë prillit, territori shqiptar regjistroi gjithsej 1.617.841 hyrje, një rritje prej 8.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga ky total, 891.414 janë shtetas të huaj. Në krahun tjetër, dinamika e lëvizjeve të shqiptarëve mbetet shqetësuese, pasi në prill u regjistruan 742.088 dalje të shtetasve shqiptar, një rritje prej 8.5% krahasuar me prillin e vitit 2025. Harta e lëvizjeve tregon se Shqipëria mbetet një destinacion thuajse ekskluziv i vizitorëve europian. Nga 891.414 shtetas të huaj që hynë në vend, pjesa dërmuese vijnë nga kontinenti ynë. Europa jugore kryeson listën me 621.463 hyrje, ndjekur nga Europa perëndimore me 95.773 hyrje dhe Europa veriore me 46.256 hyrje. Këto shifra dëshmojnë se interesi për vendin tonë është përqendruar kryesisht te tregjet tradicionale kontinentale. Ndonse 98% e të huajve deklarojnë se vijnë për motive personale apo turizëm, prania e tyre e shtuar është bërë faktor i dukshëm në ekonominë vendase. Ky fluks i lartë vizitorësh i kombinuar me kërkesën për akomodim ka ndikuar drejt për drejt në tregun e pasurive të paluajtshme, duke ushtruar presion mbi çmimet e qërave dhe të blerjeve, çka shpesh e bën jetesën më të vështirë për qytetarët vendas. Nga ana tjetër, tregu i punës po përjeton një transformim. Ndërkohë që largimi i fuqisë punëtore shqiptare krijon zbrazti në sektor kyç, sektori privat po gjen gjithnjë më shumë hapësirë për të integruar krahapune të huaj. Ky fenomen nuk është më thjesht çështje statistikash turistike, por një ndërthurje mes dëshirës për të vizituar Shqipërinë dhe nevojës së tregut për të kompensuar shpopullimin e forcës son prodhuese. Shifrat e Instat dëshmojnë se ekonomia e vendit ton ndodhet në një fazë që po përpiqet të përgjigjet dy realiteteve. Nga njëra anë nevojës për të menaxhuar fluksin e madh të huajve që sjellin konsum dhe nga ana tjetër sfidës për të mbajtur në vend qytetarët shqiptar, të cilët po ndjejnë gjithnjë më shumë peshën e kostove të shtuara të jetesës në shtëpinë e tyre.